Plaku dëgjoi një ulërim teksa po ecte nëpër varreza dhe teksa po gërmonte varrin e pushtoi tronditja. Për çiftet thellësisht të dashuruar me njëri tjetrin, dëshira për të bërë prindër është mjaft e zakonshme. Nëse je në një lidhje dhe ndjen se dëshiron të kalosh pjesën tjetër të ditëve me dikë, fëmijët duket se janë një kërkesë e padiskutueshme. Një burr i quajtur Konstantin Sergej dhe një vajzë e bukur me emrin Vera ishin martuar për shumë vite kur ndodhi tragjedia. Dyshja u njohën gjatë studimeve në Moskë dhe u dashuruan kokë e kë me njëri tjetrin menjëherë pas takimit. Ata ishin në gjendje të komunikonin pa përdorur fjalë dhe ishin plotësisht dakord pothuajse për gjithçka, derisa në një çështje dallonin. Konstantini kishte një dëshirë të fortë për të krijuar familje, por Vera nuk pajtohej me idenë. Çifti e diskutoi shpesh, por ata nuk arritën kurrë në një zgjidhje për këtë çështje jashtëzakonisht të rëndësishme. Gjatë viteve që pasuan, çifti jetuan të lumtur. Konstantini dhe gruaja e tij udhëtuan në çdo kontinent dhe vizituan një mori atraksionesh historike dhe të rëndësishme turistike. Megjithatë, diçka e tmerrshme ndodhi pas kthimit nga një pushim në New York që kishte zgjatur më shumë se një muaj. Gruaja filloi të vuante nga një ftohje e rëndë, të cilën dyshja fillimisht e konsideruan si asgjë më shumë se një ftohje e zakonshme. Ata u shqetësuan gjithnjë më shumë kur simptomat e saj vazhduan dhe ajo filloi të kollitej me gjak. Ajo u dërgua në spital, gjë që sinjalizoi se diçka duhej bërë. Fatkeqësisht, çifti ishte aq i preokupuar me udhëtimet, punën dhe kalimin e kohës me njëri tjetrin, saqë nuk patën kohë të kërkonin kujdes mjekësor më shpejt. Pasi vizitovën mjekun, ishte tepër vonë. Vera ndroi jetë duke lënë Konstantinin të shkatëruar. Pas varrosjes së gruas së tij, Konstantini u tërbua me botën. Ai luftoi për të përballuar ndjenjat dhe mendimet e tij. Ai e kishte njohur atë për pjesën më të mirë të jetës së tij dhe tani ishte krejt vetëm. Duke u përpjekur të shpërqendrohej, ai vazhdoi të udhëtonte, por asgjë nuk i solli lumturi pa dashurinë e tij. Ai përfundimisht vendosi të zhvendosej përgjithmonë në vendlindjen e gruas së tij, ku ajo varros. Konstantini vizitonte varrin e saj çdo ditë, duke reflektuar mbi jetën e tyre së bashku. Ai filloi të bisedonte me vete në kokën e tij, duke gjetur ngushëllim, duke folur me gruan e tij të ndjerë. Përfundimisht, ai nuk u interesua për mendimet e të tjerëve dhe gjeti ngushëllim duke ndarë ndjenjat e tij me Verën. Një ditë, ndërsa po kujdesej për varrin e gruas së tij, Konstantini dëgjoi një britmë të fortë që vinte nga një varr aty pranë. Duke hetuar më tej, ai gjeti një lopatë të braktisur dhe filloi të gërmonte. Për rapin e tij, ai zbuloi një vajzë të vogël që ishte ende gjallë. Duke e çuar me nxitim në spital, Konstantini u shqetësua kur mësoi se foshnja bjetoi mrekullisht. Pavarësisht hetimeve të policisë, nëna nuk u gjet kurrë. Policia zhvendosi fillimisht në autoritetet e tjera që të kujdeseshin për të, por Konstantini insistoi që ishte i denjë për të kujdesur për vajzën e vogël. Ai deklaroi që ka aftësi dhe ende është i fortë dhe mund të kujdesej për të. Madje ai gjithmonë kishte dashur në jetën e tij fëmijë
dhe tani pa verën e tij që nuk dëshironte, kjo gjë do të ishte mundur. Ai përfundimisht arriti ta birësoj dhe ishte një nga ditët më të lumtura në jetën e tij. Fundja, ai ishte shpëtimtari i saj. Ai kujdesej për të si të tjerën, duke gjetur një qëllim të ri në jetë. Duke çuar fëmijën për një shëtitje pranvarrit të verës, Konstantini tani ishte i plotësuar dhe Aja e vogël tani e dinte që kishte një person të rëndësishëm në jetë, dhe të dy ishin prangruas për t'i rrëfyer mrekullinë që ndodhi. Miq, me shpresë që ju pëlqeu kjo video, ju ftojmë të bëni subscribe kanalit dhe të klikoni zilen për më shumë video si kjo.